Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Përshëndetje të dashur shikues dhe dëgjues të nderuar të radio televizionit online Drita e Kuranit. Falëndrime dhe lavdërimet tona dedikojmë Allahut të madhëruar, atij i cili është një dhe i vetëm. As ka lindur kënd, as nuk është i lindur prej kujt, dhe askush në gjithësi nuk është i barabartë me Allahun. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi mëshirën e botëve, mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë pasuesit të rrugës së tij deri ditën e fundit. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë të dërguarit e tij që qoftë i lavdëruar. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit, përshëndetjen e paqes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Do të flasim sot rreth temës sinjalizues mahnitës për të tërhequr vëmendjen e njeriut. Allahu i madhëruar thot në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Atë që ne e lëm të jetojë gjatë, e kthejmë prapa në krijimin e tij. A nuk po mendojnë? Sura Yasin, ajeti 68. Po të jemi të vëmendshëm do të shohim se në këtë ajet dhe në shumë ajetet të tjera të Kuranit Kerim, Allahu i madhëruar u bën thirrje njerëzve që të logjikojnë, të mendojnë, të kuptojnë, të arsyetojnë para se koha të përfundojë. Kjo bëhet me qëllim që njerëzit të vijen para përgjegjësisë. Pra, të gjitha këto thirrje janë një sinjalizues mahnitës për të tërhequr vëmendjen e njeriut, që ai të mos jetë i shkujdesur dhe arrogant, pasi gjërat që posedon tani si forca, bukuria, shëndeti, mençuria e të tjera si këto janë kalimtare. Të gjitha këto do të zhduken me kalimin e viteve, kur ju të arrini moshën e pleqërisë, e ndoshta atëherë nuk do të keni mundësi të kujtoni asgjë nga jeta juaj. Prandaj, dijeni o njerëz, se fuqia e forca juaj është në dorën e të gjithë fuqishmit, në dorën e atij që është i fuqishëm mbi të gjitha sendet. Prandaj, para se të arrini këtë fazë të jetës suaj, pastrojeni shpirtin tuaj, para se kjo gjallëri e bukurisë të shndrohet në fishke e vdekje. Kur lexojmë për shkrimin e profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, për këshillat dhe porositë e tij të drejtuar njerëzimit, gjejmë të ketë folur dhe porositur edhe për këtë fazë të jetës. Dhe ndër këshillat të shumta të profetit tonë të dashur, lexojmë se ai ka thënë: shfrytëzojini rinin para se t'ju zërë pleqëria. Le të kthehemi tani te komentimi i ajetit 68 të surës Yasin, që është objekt studimi i temës sonë, i cili tregon fazën dhe gjendjen e njeriut në fundin e jetës së tij dhe thekson pafuqinë e tij mendore e trupore. Kjo gjendje në të vërtetë është një paralajmërim për njerëzit që ata të zgjedhin sa më shpejt dhe që të ndjekin udhëzimin për në rrugën e drejtë. Njëkohësisht edhe një përgjigje për ata që përgjegjësinë për lënien e mangut të detyrimeve që kanë mundon ta justifikojnë me jetën e tyre të shkurtër. Gjithashtu, kjo gjendje e njeriut në moshë të thyer është edhe një argument tjetër që vërteton fuqinë e Allahut të lartësuar, argument që tregon njeriut se Allahu është i gjithë fuqishëm, të kthejë njeriu në fortë të fuqishëm në të pafuqishëm, si të ishte një fëmijë i vogël. Njëkohësisht e njofton njeriu se Allahu është i gjithë fuqishëm të ringjall njeriu pas vdekjes, ashtu siç është i gjithë fuqishëm të mbyll sytë e mohuesve dhe të heqë atyre mundësinë për të lëvizur. Të gjitha këto gjendje të mundshme për njeriu shpjegohen qartë në fjalën e ajetit të nderuar, i cili thotë: atë që ne e lëm të jetojë gjatë, e kthejmë prapa në krijimin e tij. A nuk po mendoni? Fjala e ajetit nunakishu do të thotë përmbysje e sendit kopposht, por kjo fjalë këtu është sinonim për kthimin e plot të njeriut të rritur në gjendjen e fëmijërisë. Në fillim të krijimit të tij, njeriu është i pafuqishëm, por gradualisht plotësohet, duke filluar me shndrimet e shumta që ndodhin në njeriu çdo ditë, gjatë gjithë kohës që është në barkun e nënës së tij. Çdo ditë do të dëshmohet një cikël i ri zhvillimi dhe pas lindjes vazhdon me shpejtësi cikli i plotësimit të tij trupor e shpirtëror. Më pas njeriu fiton fuqinë
dhe gatishmëritë të cilat Allahu i Lartësuar i ka depozituar në qenien e tij. Më pas, Allahu i Lartësuar bën që kjo fuqi e kjo gatishmëri të shfaqen te njeriu njëri pas tjetrit në mënyrën graduale, duke kaluar nëpër etapat e rinisë, pastaj në etapën e pjekjes, derisa njeriu arrin kulmin e plotësimit të tij trupor e shpirtëror. Kështu duhet të bëjmë dallimin e shpirtit prej trupit nga ana e plotësimit dhe zhvillimit. Shpirti vazhdon rrugën e plotësimit, kurse trupi fillon regres, rregjohet dhe fundi që fillon këtë regres e këtë regjim në mënyrë graduale ose edhe me shpejtësi është mendja dhe nga ana e fuqisë njeriu kthehet në gjendjen e fëmijërisë. Por patjetër që ka dallime edhe në këtë kthim në mesin e individëve. Efektet që lënë lëvizje dhe gëzimet në shpirtët e fëmijëve janë qetësia, bukuria dhe shpresa. Prandaj, këto dukuri janë të pranueshme të fëmijët, por këto gjendje në fazën e pleqërisë janë dukuri të këqija që sillin neveri, gjithashtu ndodh që në disa raste këto dukuri shkaktojnë mëshirë. Nga ky këndvështrim, pleqëria është padyshim një gjendje e rënduar dhe është e pamundur të përfituohet thellësia e dhimbjeve që kalon njeriu në moshën e thyrë. Në ajetin 5 të surës Hajj, Kurani famlar të thekson këtë kuptim kur thotë: "Dhe prej jush ka që jetojnë deri në pleqëri të thellë, aq sa nuk i mbetet asgjë nga dituria që kishte." Për të ilustruar këtë gjendje të njeriut, në disa transmetime thuhet: "Kush i ka përcen të 70-tat, ai është rob lufte i Allahut në këtë botë." Në të gjitha gjendjet, fraza e fundit e ajetit objekt studimi, "a nuk po mendojnë", është një sinjalizues mahnitës për të tërhequr vëmendjen e njeriut, për t'i kujtuar atij mplakjen dhe ajeti u thot njerëzve se forca e fuqia që ju keni është kalimtare dhe ju nuk e kuptoni si ju hiqet kjo fuqi e forcë. Prandaj, dini se fuqia e forca juaj është në dorën e të gjithfuqishmit, në dorën atij që është i fuqishëm mbi të gjitha sendet. Prandaj, para se të arrini këtë fazë të jetës suaj, pastrojeni shpirtin tuaj, para se kjo gjallëri e bukurisë të shndrohet në fishke e vdekje. Mblidhni trëndafirat për këtij kopshti dhe merrni furnizim në këtë botë, për në rrugën e gjatë të largët që do të bëni për në botën tjetër, sepse kur të thinjeni, kur të jeni të sëmur e të pafuqishëm, nuk do të keni mundësinë të bëni asnjë punë me vlerë. Prandaj edhe profeti i dashur Muhamedi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka porositur që të jemi të vëmendshëm dhe të kujdesshëm se si e shfrytëzojmë kohën në fazat apo etapat e jetës sonë. Pikërisht për këtë, profeti i nderuar e këshilloi Abu Dherrin duke i thënë: "Shfrytëzoje rastin prej pesëve para pesëve, rinin tënde para pleqërisë, shëndetin tënd para sëmundjes, pasurinë tënde para varfërisë, kohën tënde të lirë para kohës kur je i zënë me punë dhe jetën tënde para se të vijë vdekja." Do ta mbyllim temën me fjalën e Allahut të Madhëruar, i cili kujton njerëzve krijimin dhe etapat e zhvillimit të tyre deri në fund të jetës, që ata të mendojnë dhe të mos jenë dyshues për atë që thot Zoti i Gjithditur. Ai thot: "O njerëz, nëse ju dyshoni në ringjalljen, mendoni se ne e kemi krijuar njeriu prej dheut, pastaj prej pikës së farës, pastaj prej droçkave të gjakut, pastaj prej një copë mishi me trajt të plot ose jo të plot, për t'ju bërë të qartë, dhe ne e mbajmë në mitër atë që duam deri në kohën e caktuar. Pastaj ju nxjerrim si fëmijë, e pas kësaj do të arrini moshën e pjekurisë. Disa nga ju vdesin e disa ngelin deri në pleqëri të thellë, që të mos din asgjë nga ajo që kanë nditur më parë. Dhe ti e shet tokën të tharë, por kur ne lëshojmë ujë mbi të, ajo trazohet dhe kufon dhe prej saj mbijnë gjithë farë bimësh të mrekullueshme në qift. Sura Hajj, ajeti 5.
Me këtë ajet kuranor, shikues dhe dëgjues të nderuar, ne kemi mbyllur edhe temën për ditën e sotme, duke shpresuar dhe lut Zotin e Madhëruar që të na bëjë prej atyre që mendojmë, logjikojmë, arsyetojmë dhe i bindemi urdhrave të tij, pasi jeta në këtë botë është e tillë, ngritje dhe ulje, dhe në fund fare shpirti i Zot Allahu të Madhëruar, inshallah, e të zëmë shpirtin në punë dhe vepra të mira dhe me punë dhe vepra të këqija, pasi çdo punë jona është regjistruar dhe është për ne në botën e përtejme, ose për në xhenet, ose për në xhehenem, Zoti na ruajt. Ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju.